narkoshteti. Raporti ndërkombëtar për zgjedhjet e 11 majit orëzoi legjimitetin e kësaj qeverie. Se pavarësisht nga të gjitha mbështetjet, Shqipëria është rrezik kryesor me eksportin e kriminalitetit në Ballkan dhe në Europë. Dhe se kartelet e drogës, kartelet shqiptare të drogës, deg të karteleve të Amerikës Latine, janë sot kartelet më të rrezikshme për Europën. Ne bëjmë këtë betejë pra jo vetëm për fëmijët tanë dhe veten tonë, por e bëjmë dhe për miqtë tanë dhe partnerët tanë. Faleminderit. Zoti Berisha, Partia Socialiste ashtu sikurse paralajmëroi dhe mbrëm në seancën plenare, i ka kërkuar Komisionit të Etikës që t'ju përjashtoj ju nga punimet e kuvendit me 30 ditë. Nëse Komisioni i Etikës e pranon këtë propozim dhe ju përjashton, cili do të jetë qëndrimi juaj? Qëndrimi im është ky që shpreha këtu. Unë shpreha qëndrimin. Partia Demokratike u bllokua 9 seanca përveç njerës. Partia Demokratike do krijoj platformën e saj para zyrës së narkodiktatorit të parlamentit. Kjo është përgjigjja. Kam edhe një pyetje që lidhet, ju përmendët pak më parë për bandat dhe për narkosin, ndërkohë që kam një pyetje për pastrimin e parave të pista në sektorin e ndërtimit. 2 ditë më parë, kreu i Spakut Altin Dumani është shprehur se tatimet dhe doganat nuk kanë referuar asnjë rast për pastrimin e parave të pista në ndërtim dhe turizëm. Ndërkohë, guvernatori Gent Sejko është shprehur se rritja e qerave ka ndikuar në rritjen e inflacionit, pra ka prekur ekonominë e familjeve shqiptare. Në një kohë që ekonomia duket se është në mëshirë të parave të pista, cili do të jetë qëndrimi dhe propozimi i opozitës? Faleminderit. Deklarata e Altin Dumanit është një skandal. Një skandal i vërtet. Shteti shqiptar ka një agjensi të luftës kundër larjes parave. Kundër larjes parave. Dhe kjo agjensi ka të gjitha autoritetin shtetëror për të shqyrtuar çdo transakcion të dyshimt në Republikën e Shqipërisë. Kjo agjensi ka shqyrtuar të paktën 5 herë gjatë këtyre viteve dhe e përgëzoi çdo transakcion të familjarëve të mi. Dhe unë i përgëzoj. Gjë më normale. Kjo agjensi nuk mund të them se ka analizuar transakcionet e bosëve të drogës dhe të krimit, por nuk mund të përjashtoj se e ka bërë këtë. Nuk mund të them që nuk e ka bërë këtë. Por ka një gjë në themel që unë kam denoncuar me 10 herë para jush. Altin Dumani është përgjegjës kryesor për moszbatimin e ligjit antimafia. Këtu qëndron gjithë problemi. Se nëse Altin Dumani zbaton ligjin antimafia, ai konstaton se pronat e klanit Xhafa vinë nga droga e Gerondit dhe jo nga djerse e tyre.
Po Altin Troplini nuk e bën këtë, se është peng. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar ja ku është hoteli 70 milion euro gjerë tani i familjes Rama dhe ati mollës që e nëzorën edhe nga burgu se është i Teta Olgës. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar, le të lexojë Ola Xhamën, një gazetare kurajoze, e cila bëri një hetim që Altini nuk e bëri. Dhe kjo gazetare i tha opinionit publik se këto kulla monumentet të drogës dhe korrupsionit, vetëm 20% të parave i kanë nga bankat. Dhe kjo mjafton për Altin Troplinin që t'u vedrynë atyre kullave me parat pista. Por, hajnë burët se kam sekuestrua 63 milion euro. Gjë më qesharake, në një kohë kur përëndorit e klaneve janë me miliarda. Janë me miliarda. Kjo është. A ju tani ka marrë mision të dalë në për studio dhe të mashtrojë. I thot publikut se për herë të parë 3 zëvendës kryeministra. Ku janë? Këqurë zëvendës kryeministra, ata që kanë qenë. Ata që kanë qenë. Po gjersot, si që thot a ju, si që mashtron a ju, se ka një zyrtar shumë të lartë të dënuar, as një zyrtar shumë i lartë nuk është i dënuar. As një për korrupsion. Dhe për sqarim për publikun, këta që duhen t'ja ufshin memorien ju, dhe t'u hedhin truta ati që s'po e them, ju thonë ju se s'ka ndodhur ndonjëherë. Ministrin detyrë. Ju them unë ju. Ju them unë ju. Nga viti 2008 në vitin 2010 kanë lanë imunitetin dhe janë paraqit para prokurorit dhe gjykatësit zëvendës kryeministri i qeverisë, në detyrë, zëvendës kryeministri. Dhe 2 ministra, në detyrë, jo ish ministra, në detyrë. Ka dhënë dorëheqje Ilir Meta në mënyrë absolute, bazuar në një dokument të falsifikuar nga Edi Rama me Filip Çakullin, i cili doli nga analiza e institutet italian më prestigjioz se ishte falsifikuar në 28 segmente. Por ai e kishte atë burri. Jo, tha, unë nuk shkoj tek prokurori, me erdhi në zyrë. Nuk shkoj unë tek prokurori për t'u hetuar si zëvendës kryeministër. Do shkoj tek ai të hetohem si qytetar i thjesht. Por që është vërtet të njëjtën gjë, absolutisht, ka bërë Fatmir Mediu. Të njëjtën gjë ka bërë Lulzim Basha, se këta që duhen t'i hedhin publikut truta ati dhe mendojnë se publiku do besoj mashtrimet. Jo, mërë. Ky qunë zëvendës kryeministër,
Arben Ahmetin, të cilit i lëshoi mandat arresti në një kohë kur ai ishte larguar prej kosh nga detyra dhe vetëm kur mori dokumentat e pllakave të banjës ish bashkëshortes nga i mori. Pra, një propagandë vulgare në verisë se po dhe ata gazetarë të cilët qëndrojnë, ky është problemi, fact-checking. Gazetarë të cilët pranojnë mashtrim e bën bashkautor në mashtrim.